Kush e helmoi Ismail Qemalin? Një vdekje që ende flet pas më shumë se një shekulli. I dërgoj një lutje të Madhit Zot, të pranoj që këteje tutje të jem unë dëshmori i pari atë dheut, ashtu si që pata nderin e fatin që të jem i pari ta puth e ta boj të valvitet i lirë flamori ynë në atë dheun ton të lirë. Kështu shkruante Ismail Qemal Vlora, njeriu që më 28 nëntor 1912 ngriti flamurin e pavarësisë shqiptare. Por vetëm 7 vjet pas atij çasti historik, themeluesi i shtetit shqiptar do të mbyllte syt, jo në Vlorë, jo në Shqipëri, por në një hotel të Italisë, në rrethana që edhe sot duken më shumë si një vrasje e rafinuar politike se sa një vdekje natyrale. 5 vite para se të vdiste, zëvendës kryeministri shqiptar Preng Bib Doda kishte thënë në një darkë me Prince Wid-in, nëse do që Shqipëria të bjerë në qetësi, duhet të vriten Ismail Qemali, Esad Pash Toptani dhe unë. Sepse historia i ndoqi me radhë. Ismail Qemali u eliminua i pari. Preng Bib Doda u vra 2 muaj më vonë, dhe Esad Pash Toptani vetëm 1 vit pas tyre. Një trekëndësh fatal që shënoi fundin e brezit të parë të politikanëve shqiptarë. Vdekja në Perugja janari vitit 1919. Europa po përgatitej për konferencën e paqes në Paris, ku do të rishkruhej harta e kontinentit pas luftës së parë botërore. Ismail Qemali, tashmë 75 vjeç, po përpiqej të siguronte një ftesë për të përfaqësuar çështjen shqiptare në këtë konferencë. Ai ndodhej në hotel Brufani në Perugja, me premtimin e autoriteteve italiane se do ta ftonin në Paris. Por 4 ditë para se të nisej, shkroi një letër. Sot është dita vendimtare e Shqipërisë. Do të ngjallemi apo do të vdesim. Unë e dua Shqipërinë nën regjimin demokratik e federal për popullin shqiptar. 4 ditë më pas, ai vdiq, papritur, në një hotel që do të bëhej varri i heshtur i kryeministrit të parë shqiptar. Sipas dëshmive të djalit të tij, etern Vlorës, dhe shërbetores së besuar Fatushe Shedula, gjithçka ndodhi pas një filçani kafe. Në ditën e fundit të jetës së tij, Ismail Qemali kishte një takim me gazetarët italian. Pasi piu kafen, ai hyri në sallon, por brenda pak minutash u zverdh, u trondit dhe filloi të dridhej. Kërkoi të shkonte në banjë, ku u rrëzua, ndërsa shkumave të vjellat i dolën nga goja. Fjalët e fundit që dolin nga buzët e tij ishin: "Më hëngër me të pabes." Djali i tij, e themi, që kishte pirë të njëjtën kafe, u sëmur rënd, por mbijetoi fal lavazheve mjekësore. Ai jetoi gjithë jetën me pasoja nga ajo ditë. Fatushja, shërbëtorja familjes, më vonë shkroi në ditarin e saj: "Plakun patriot e helmuan në kafene. Pasi piu kafen, nisi dhimbje të mëdha dhe thirrri me gojen e tij më helmuan." Disa vite më vonë, Fatushe Shedula u gjete helmuar në Tiranë dhe ditari i saj ku kishte përshkruar vrasjen u zhduk pa gjurmë. Pronari i hotelit Brufani, sipas biografit Bardhosh Gaçe, para vdekjes i tha të bijes: "Po vdes me një peng. Kryeministrin e Shqipërisë ma helmuan këtu, në hotel." Një fjali që mpylli një jetë dhe hapi një mister që s'u zgjidh kurrë. Dokumentet e spitalit të Perugjës janë plot pasaktësi. Në raport thuhet se ai vdiq më 26 janar, por në fakt vdiq më 24 janar 1919. Mjeku ligjor pretendon se e ka egzaminuar trupin më 27 janar, pra 3 ditë më vonë. Raporti nuk mban as firmë as emër të mjekut. Në arkivin e komunës së Perugjës, raporti zyrtar shënon: deklaratat e sanitarit për hemoragjinë cerebrale si shkak të vdekjes janë të paqarta. Pista e vrasjes. Kush e donte të vdekur Ismail Qemalin? Dyshimet kryesore për helmimin shojnë në 2 drejtime. 1. Armiqt politik, Esad Pash Toptani dhe rrethi i tij. Historiani Bardhosh Gaçe dhe mbesa e Qemalit, Nermin Vlora Falasqi, kanë investiguar ngjarjen në Perugja dhe kanë zbuluar se 4 shqiptar kishin udhëtuar nga Roma drejt Perugjës më 24 janar 1919. Ata u vendosën në një hotel përballë Brufanit dhe sipas jetimit kishin paguar kafexhiun që të i hidhte helmin në kafe. Sipas Gaçes, Ismail Qemali është vrarë nga njerëz të afërm të Esad Pash Toptanit që nuk donin ta lejonin të përfaqësonte Shqipërinë në konferencën e paqes. Ata blen kafexhiun e hotelit që t'i hidhte helmin në filxhan. Vdekja e Ismail Qemalit i hapi rrugën rivaleve të tij që të ndikojnë në përfaqësimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Në konferencën e paqes, zërin e Tiranës e morën të tjerë, të prirë nga Esad Pash Toptani, njeriu që më parë kishte bërë marrëveshje sekrete me Serbinë. Qemali ishte njeriu i vetëm që mund t'i kundërvihej diplomatikisht këtij rrethi. Duke e hequr nga skena, u mbyll goja e Shqipërisë së vërtet, asaj që kërkonte bashkim të trojeve dhe demokraci. Një mister që ende s'ka drejtësi sot.
Më shumë se një shekull më vonë, vdekja e Ismail Qemalit mbetet një nga enigmat më të mëdha të historisë shqiptare.